jemi të përcaktuar që t'i shmangim zgjedhjet e reja, sepse zgjedhjet e reja nuk do të ishin zgjidhje për numrin prej 80 deputetësh. Me fjalë të tjera, është vështirë që ta paramendojmë një fushatë zgjedhore ku ne i risjellim platformat dhe programet tona me po të njëjtat zotime, kërkojmë sërish votën e të njëjtëve qytetarë për një rezultat që dim që nuk mund të jetë shumë ndryshe, ndërkohë që ne nuk e kemi më sfidë natyrisht numrin prej 61 deputetëve për formimin e qeverisë, por definitivisht është sfidë tejet gjigante, ajo që një parti të ketë 80 deputet dhe të mund të zgjedh vetë edhe presidentin. Ju e dini shumë mirë që jemi përpjekur edhe më herët dhe kandidati ynë, Gleu Konjufca, është zyrtarizuar më pak se 30 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit, ndërka që kundër kandidati e tij, doktoresha Fatmire Mulhaxha Kollçaku, është zyrtarizuar më pak se 3 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit. Pra, ne kemi bërë për zgjedhjet detyruar për brenda subjektit tonë, në ndërkohë kur nuk nxirrte askush asnjë propozim për kandidat. Dhe ndodhemi tani ku ndodhemi, unë vazhdoj të jem optimist se me takime dhe bisedime të këtilla do të mund të arrijmë një marrëveshje politike, por këtë nuk mund ta them që e kemi sot, veç se atmosfera konstruktive në njërin anë dhe dashamirësia që t'i shmangim zgjedhjet e reja që nuk janë zgjidhje e re në anën tjetër, më bën optimist për këto 3 javët e mbetura që uroj të mos i shfrytëzojmë deri në ditën apo nganjëherë siç po bëhet në institucionet tona orën e fundit. Unë vazhdoj të jem optimist se me takime dhe bisedime të këtilla do të mund të arrijmë një marrëveshje politike dhe ne duhet të ruajmë konfidencialitetin e bisedimeve. Në momentin kur propozimet, iniciativat sjellin rezultat konkret, atëherë do të mund të përgjigjemi konkretisht për të arriturat. Por përderisa ky nuk është rasti, nuk mund të flasim për mendime që i themi aty, e të cilat as nuk kanë sjellur dështim, por as sukses. Për tutje unë besoj që numri 80-81 nuk është caku ynë për të ecur përpara, është më shumë se aq. 80-81 duhet të jetë rezultati i mbramë në rastin më të keq. Por të Vjosa Osmani ka qenë një rast tjetër. Jo të jetë synimi ynë maksimalisht. Edhe më herët kam thënë, duhet të synojmë deri në ditën e fundit që ti kemi jo 80-81, po 84%. Do të përpiqem që të takohem edhe me kryetarin e PDK-s Betri Hamza, për shkak se presidenti nuk do të jetë jo vetëm i një partije, po as i 2 partive. Presidenti është shprehje e unitetit popullit. Kush duhet të lëshoj pemë më shumë kësaj radhe, zotëri kryeminist? Kush duhet të lëshoj pemë më shumë kësaj radhe? Jeni të gatshëm t'ia jepni postën e presidentit PDK-s, sepse kërkesa e tyre është për takim. Partia Demokratike e Kosovës asnjëherë nuk ka nxjerrë asnjë emër përpara nesh. Ajo vetëm ka kërkuar që ne t'i besojmë në mënyrë absolute dhe të verbër, pra absolute që 2 kandidatët të jenë të PDK-s dhe të verbër që të mos na tregojnë emrin paraprakisht, si subjekt demokratik që jemi, me statutin e lëvizjes vetëvendosje, me mua si kryetari saj, kjo e bën të pamundur marrëveshjen, prandaj uroj që në komunikimet dhe takimet në vijim me kryetarin e PDK-s kjo të ndryshoj, sepse nuk mund të ketë marrëveshje politike për presidentin e ardhshëm përderisa nuk e thua asnjëherë askujt asnjë emër. Faleminderit shumë.